do të ndaj, do me thënë, me juve një episod që së fundmi e kam patur. Nga jeta për para 3 muajsh është larguar vllai im i madh, do me thënë, dhe unë i kam thënë gjithmonë i madhi im. Më jepet një detyrë shumë e vështirë. Unë duhet flisja në Vareza për të. Dhe kjo vërtet ishte një nga sfidat e mëdha të momentit, sepse vërtet kontrolli i emocioneve duhet ishte maksimal. Dhe unë e kam parim. Një njeri që duhet ta përcjellësh me respekt dhe ai lloj respekti tashmë po më kërkohej mua dhe unë isha motra e tij e vogël. Kërkonte që përveç kontrollit emocioneve të më përmblidhej të gjithë eksperiencën time në raport me Nerin jashtë egoizmit tim. Sepse nëse duhet flisja për Nerin, unë duhet të tregoja gjithë eksperiencat e mia, po njerëzit nuk ishin aty për këtë gjë. Ti beson në Zot? Mua, ndoshta ky ishte rasti që unë duhet të besoj në Zot. Sepse ne kërkojmë ndonjëherë Zotin atëherë kur jemi keq, domethënë dhe kur por nuk ka pak histori që tregojnë në mrekulli. Më mbush me njoja dhe dashuria atyre njerëzve për cilët unë jap kontributin maksimal, por të kthehet shumë fish. Punoj me njerëzit më të mirë të botës, e kam thënë, vazhdoj ta them dhe cilësia e mirënjohjes së tyre nuk ka krahasim. Me që ndjeshme sa jam për të shkuar te Ariana Reli? është mëse normale. Për të ndjekur episodet e plota të intervistave, subscribe në kanalin Mirela Milori në YouTube.